Të dashur miq, është vërtet çmendurie që po ndodh në Shqipëri. Është vërtet skandaloze, ku s'pak e pezullon nga detyra Belinda Balluku dhe kryeministri i Shqipërisë e kundërshton, duke thënë që është një akt arbitral dhe do ta çojë në gjykatën kushtetuese. Imagjino sikur të ndodhte kjo në një vend siç është Amerika, Anglia, Norvegjia, Suedia, Gjermania, jo vetëm që do kishte dhënë dorëheqjen, por do të ishte mbas sekrave. Por jo vetëm kjo, por e gjithë qeveria. Kurse në Shqipëri, studio televizive janë mbushur plot me analistë ku diskutojnë e jep apo se jep dorëheqjen Belinda Balluku, e lagu apo se lagu bishtin Rosaku. Këta kanë krijuar aleancën e përjetshme të korruptuarve, ku janë zhytur në të llumi dhe llucën e tyre që kanë krijuar. Por me keqja është se nuk ka një reagim nga shoqëria civile, ku populli shqiptar flet gjuhën e heshtjes. Do të ishte në këmbë për atë që po ndodhi. Si ka mundësi që një vend kaq i vogël, siç është Shqipëria, rrit kaq shumë hajdutur dhe maskarënj që çvasin dhe i villin këtë vend dhe këtë komb. Nuk e kuptoj, këta lindin apo studiojnë për të bërë të tillë. Është vërtet çmenduri. Është vërtet e pa imagjinuar ajo që ndodh në Shqipëri, që një vend kaq i vogël vidhet kaq shumë nga një komb dhe nga një vend.